Si sfidë kryesore, për momentin e kemi kërkesat e qytetarëve të cilët kanë të bëjnë me në relacion me institucionet shtetërore, përkatësisht me Ministrinë e Punës dhe Transfereve, tash ku janë departamentet e pensioneve të ndryshme. Pensionet me aftësi të kufizuar, paraplegjik, tetraplegjik, këto janë kërkesat të cilat inicohen përmes agjencisë dhe palët të cilat vinë nga ky institucion janë përfitues të ndihmës juridike falas, por njëkohësisht ju mohet një drejt që tashme është garantuar edhe me aktgjykim të Gjykatës Supreme, se veç paraprakisht veç ja u ka njoft këtë drejt ku ju takon pensioni dyfisht, ndërsa kërkesat vinë thuajse ditë për ditë për çështjet e njëjtë. Faleminderit, zonja Aliti, sa është e njohur dhe kuptueshme ndihma juridike falas për qytetarët e zakonshëm Kosovë? A ka pas dhe a ka fushata të mjaftueshme për të kuptuar të drejtat që mund t'i realizojnë ata përmes ofrimit të ndihmës juridike? Mund të them që në përgjithësi viteve të fundit ka pas fushata të vazhdueshme vjedisuese, qoftë nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, po ashtu edhe nga organizatat jo qeveritare, si ato që janë partneritet me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, po ashtu edhe organizatat të tjera që nuk janë në partneritet, mirë po ofrojnë shërbime juridike për grupet të cilat i përfaqësojnë. Ne si organizatë jo qeveritare përfaqësojmë një grup mjaft të ndjeshëm, sepse secili grup, domethënë që përfaqësohet nga organizatat që janë të akredituara, janë të ndjeshëm dhe kanë specifikat e tyre, megjithatë ne kemi me një grup pak më të veçantë e pas parasysh që janë viktima dhunës seksuale gjatë luftës dhe ato domethënë janë të mbrojtura me ligj, nuk guxon të ju bëhet identiteti publik apo nuk guxon të trajtohen sikurse rastet e tjera. Kështu që në këto rrethana ne kemi pas pak më të vështirë edhe me depërtu te këto raste, po përmes fushatave të ndryshme ku kemi promovuar shërbimet tona që janë psikosociale, rehabilituese, mjekësore, po ashtu edhe ndihmë juridike falas. Megjithatë, palët kanë pas mundësi viteve të fundit të njoftohen edhe përmes videospoteve të ndryshme, fushatave mediale të ndryshme, siç është edhe emisioni juaj që i ka kushtuar rëndësi promovimit dhe njoftimit qytetarëve me mekanizmat që ofrojnë ndihmë juridike falas. Kështu që tani mund të themi viteve të fundit ka një koordinim më të mirë edhe nga mekanizmat dhe organizatat jo qeveritare që ofrojnë këtë ndihmë juridike falas dhe ata që kanë nevojë kanë më lehtë, domethënë rrugë më të lehta për me arrit deri te ata që kanë mundësi t'i përfaqësojnë apo t'i ofrojnë këtë shërbim. Faleminderit shumë. Zotërin Recaj, sot qëndrueshme janë burimet financiare për ofrimin e ndihmës juridike falas dhe si ndikon kjo në cilësinë dhe vazhdimsinë e këtij shërbimi, veçanërisht për organizatat jo qeveritare? Natyrisht që kur flasim në aspektin e mbështetjes financiare, organizatat jo qeveritare kryekëput mbështeten nga donatorët e huaj. Dhe mbështetja nga donatorët e huaj në një farë forme sado që është e mirë se ardhur dhe e mirë pritur dhe ofrimi i shërbimeve është sado që mund të jetë kualitativ për rastet të caktuara cilat qytetarët adresojnë kërkesat e tyre për ndihmë juridike falas, prapse është një sfidë shumë e madhe për shkak se nëse i referohemi asaj pjesës të drejtave të cilat i garanton kushtetuta secilit qytetar drejtën për me pas qasjen e drejtësi dhe nga pjesa tjetër se sa ndahet buxhet për ndihmën juridike është në disbalancë shumë të madh, sepse nëse s'gaboj korrigjom edhe ti koleg nga Agjencia për Ndihmë Juridike, është diku 25 cent, 30 cent është për kokë banori buxheti që ndahet për Agjencinë për Ndihmë Juridike. Imagjinoni sa janë kërkesat të mëdha brenda vitit, do të thotë diku 7.000 deri në 10.000 në përgjithësi bashku me agjencinë dhe organizatat jo qeveritare, qytetarë përfitojnë nga shërbimet e ndihmës juridike falas. Dhe me 20 cent për kokë banorit, për momentin, për gjendjen aktuale që ndahet nga buxheti i shtetit është vërtet nëse më them shumë qesharake për shkak se
kjo drejtë e qytetarëve është e garantuar dhe shteti duhet të fokusohet më shumë që t'ja u mundsoj qytetarëve një qasje në drejtësi përmes ndihmës juridike falas, qoftë përmes agjencisë dhe po ashtu edhe përmes organizatave jo qeveritare, sidomos ato organizata të cilët e kanë një background dhe e kanë një histori të ofrimit të këtyre shërbimeve, që të kenë mbështetje edhe nga shteti, nga buxheti i shtetit, jo vetëm nga donatorët, sepse ne jemi dëshmitar ku kohëve të fundit, për shembull, kemi pas mbështetje shumë mëdha nga donacionet cilët kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për shkak të ndryshimeve atje shumica e aktiviteteve është dashur të pezullon për shkak të mungesës së buxhetit. Dhe në situatë të tillë natyrisht në baza edhe vullnetare, edhe përtej mundësive dhe kapaciteteve që i kemi, ne natyrisht që duhet të vazhdojmë për shkak se në aspektin profesional ne duhet që ndrojmë pranë qytetarëve cilët kanë kërkesa për shërbimet e ndihmës juridike falas. Dhe natyrisht kjo është vërtet është sfidë shumë e madhe. Në vendet e perëndimit, unë më ka rastis nëse më lejon, në qytetin e Londrës me një vizitë studimore, ka disa vite më parë, mënyrën se si i organizon shërbimet për qytetarë. Qyteti i Londrës, shërbimet e ndihmës juridike, falas i organizon përmes partneritetit që futet me organizatat jo qeveritare, duke i dhënë 70% të buxhetit, cilin do t'ja ndante një organizate shtetërore, ndërsa 30% e buxhetit ato organizatat jo qeveritare, cilat është për të plotësuar 100% e buxhetit për të ofruar shërbimet, merrnin donacione nga institucionet të ndryshme. Domethënë, kjo mënyrë e partneritetit ku shteti futet në partneritet me organizatat jo qeveritare, cilat e kanë një profil dhe një staf profesional, është mënyrë që është një shembull që natyrisht institucionet tona do duhet ta merrnin parasysh, për shkak se prap po i kthejmë asaj, nëse referohemi kërkesave të qytetarëve, cilët i adresojnë në për institucionet të qoftë në agjencia apo në organizata jo qeveritare në shumë të mëdha. Aq më tepër çdo vit, mund të them fatkeqësisht çdo vit, për shkak të gjendjes së rëndë socio-ekonomike, numri i kërkesave për qasje ose për ndihmë juridike falas është në rritje e sipër. Dhe nëse vazhdohet në këtë formë, duke mos gjetur një zgjedhje të qëndrueshmërisë të shërbimeve të ndihmës juridike falas, atëherë vërtet do të jemi në një gjendje ku në një të ardhme jo fort ndoshta të largët do të ballafaqohemi me një problem, me një sfidë shumë të madhe, cilën do duhet të trajtojë me një seriozitet shumë të lartë. Faleminderit shumë për këtë fillim.